muajin e dytë të protestës që zhvillohet çdo natë përpara kryeministrisë, kemi pasur në net të fundit edhe incidente të vogla, por sporadike, siç ishte rasti i Politeknikut. Megjithatë, protesta vazhdon të jetë e qëndrueshme, vazhdon rezistenca në pritje të datës 4 korrik, kur është paralajmëruar një tjetër tubim i madh këtë radhë, po si herën e parë para 2 javësh me mbështetjen e diasporës, një datë kategoriku që përkon edhe me ditëlindjen e kryeministit, por edhe me 250 vjetorin e pavarësimit para të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të deklaratës së pavarësisë. Për ecurinë e protestës në Tiranë në këtë muaj korrik, por ndoshta që mund zgjas edhe më shumë, do të zhvilloj një bisedë, kam kënaqësinë që zhvilloj një bisedë me zotin Tartar Bazaj, ish nënkryetar i KLP-s, gjithashtu dhe themeluesi i shoqatës Labria, avokat mjaft i njohur, por edhe me poste dhe pozita të tjera të larta shtetërore dhe mbi gjitha kontribues për kombin. Zoti Bazaj, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe punë të mbarë. Faleminderit ju. Zoti Bazaj, jemi në një fazë kur lind pushteti i ri nga protesta, juve si u duket, apo ndoshta protesta rrezikon që të vdes, sikur artikulojnë disa? Shikoni, nëse protesta, domethënë, ka arritur të artikulojë dhe të bindë qytetarët në kërkesat e veta, unë mendoj se ajo automatikisht do të shndërrohet në një forcë politike shoqërore. Dhe pastaj edhe qytetarët, sepse kjo energji që është prodhuar deri tani do të vlerësohet nga qytetarët, do të shikojnë nëse sa është e sinqert apo jo, që për mendimin tim është tepër e sinqert, dhe mendoj se do të jap efektin e duhur në kohën e duhur. Ajo është, domethënë, ajo protestë e cila ka rezultuar deri në këtë moment, mendoj se ka kërkuar dhe kërkon për të kthyer sovranitetin e qytetarit. Pra, për të cilën realisht qeveritë shqiptare që nga viti 1941 dhe sot realisht i kanë nëpërçmuar e të tjerë. Por në këtë protestë, siç thoni ju, kanë ardhur në ndihmë jo vetëm nga rrethet në Tiranë për të protestuar, por dhe shqiptar nga trojet, përveç diasporës mërgata. Kemi nga Kosova, nga Maqedonia, shqiptar të Çamërisë, të Luginës, pra kanë ardhur gjithë në Tiranë duke kthyer në një betejë kombëtare këtë. Po pse duhet të privohen ata shqiptarë si dhe ne të tjerët? Por në Kosovë edhe unë personalisht një ditë pas masakrës së Reçakut kemi mbledhur në Sarandë, përpara ish bashkisë Sarandë, kam bërë thirrje për armë, jam drejtuar Xhep Mejdanit në atë kohë, thirrje për armë në mbrojtje të interesave kombëtare, në mbrojtje të vëzhgëve ta shqiptar. Po u ç'kisha unë që të flisja atëherë? Që ishte nën pushtimin e serbëve. Këtë thotë pra një ditë pas masakrës së Reçakut, po ta rikonfirmoj edhe një herë. Këtë thotë OVL-UÇK-ja, pra veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që nëse do kërcenoheshin kufijtë e Shqipërisë, e zëm një rast hipotetik nga Greqia apo dikush tjetër, atëherë ne do ishim gati për të ardhur, po ju e keni një çështje të brendshme politike, sikur tha Ramush Haradinaj, edhe jeni më të zotë se ne për ta zgjidhur vetë. Ata janë, nuk e kam dëgjuar zotin Haradinaj, po ata janë shqiptar si ne, ata ndihen shqiptar si ne, sepse edhe ne ndihemi dhe shqiptar dhe kosovar dhe Luginas dhe Çemër, pra më kupton, ata shqiptar dhe ata kanë të drejtë të shprehin mendimin e tyre. Gjithsesi ata nuk 5 veta apo 10 veta nuk përfaqësojnë janë shumë pak, në minorancë, por këtu diskutohet sepse këtu janë qindra mijëra shqiptar brenda territorit administrativ shqiptar. Dhe kjo nuk mund të mua më duket abuzim, dhe ndoshta do të thonë thjesht për të hedhur tymnaj për të ngatruar që janë të tjerë që vinë paraqesin tërmull. A është në gjendje kjo qeveri sot dhe qeveritë e para dje të artikulojë dhe të argumentojnë se kjo protestë nuk ka bazë? A është në gjendje kjo qeveri të thotë pse shpopulloi këtë kom? Se kanë ikur mbi 1,5 milion shqiptarë zotëri. Ndoshta janë dhe më shumë. Pra, është në gjendje të thotë qeveria shqiptare sot që pasuritë kombëtare shqiptare nuk po keq menaxhohen? A është në gjendje të thotë që interesat kombëtare nuk janë shitur? Pse do të përqendrohemi ne, jo po është ai, jo po është ky, sepse ashtu abuzohet dhe duke goditur persona të caktuar.
Pra për të rejtë vëmendje, nuk po themi se s'ka persona të caktuar, ka persona të caktuar aty sot që kanë ardhur të infiltruar nga agjencitë antishqiptare, absolutisht. Kjo ndodh në çdo vend të botës. Po shishi. Mos na duket çuditëre. Agjencitë lizvatuese ku janë, se deri tani kemi parë që policia ka proceduar vetëm protestues që kanë bllokuar qarkullimin. Sepse i nderuar shko çfarë ndodh. Në vetë kushtetuta, vetë ligjet shqiptare ndërtuar në një formë të tillë që gjithçka duhet të varet nga një dorë. Nga liderët e mëdhenj që kanë udhëhequr këtë vend, që kanë marrë në qafë këtë vend, pra liderët e mëdhenj. Shërbimi informativ zotëri nuk duhet të ketë varësi nga kryeministri. Fare. Madje shërbimi informativ, nëse do të ishte një shtet i konsoliduar, duhet të kishte edhe një strukturë të posaçme neutralizuese, e cila në momente të caktuara të kishte dhe fuqi ekzekutive. Pra për të cilat unë nuk mund të flas sepse ajo flitet në vend tjetër dhe me akte normative dhe me ligje të veçanta, por sidomos me akte normative të cilat nuk bëhen publike. Një lloj autonomie thoni ju. Shumë autonomi. Shërbimi informativ zotëri është shtylla e një kombi. Nëse cënon sot interesat e Amerikës sot, provoje çfarë ndodh. Pra pas zbulim nuk ka shtet. Pra, më kupton, kurse tek ne ndodh e kundërta. Ne ndodh e kundërta. Ku janë gjithë të fonde që marrën shërbim informativ dhe çfarë roli luan shërbimi informativ? Si që kanë agentura të huaja këtu dhe duan të rrëzojnë liderin e madh, sepse ka cënuar, domethënë, nuk e duan 5 vjet, jo më zotëri. Këtu diskutohet dhimbja një kombi, unë nuk e di nëse isha herën e parë që thash, zotëri, a kupton se do të thotë të ndash fëmijë dhe të shpopullosh një vend? Është krimi më i rënd, unë gjykoj një krim më i rënd. Nëse do të ishim në një shtet konsoliduar, ky do të quajë genocid i moderuar. Se çfarë duhet bëj? Çfarë bëri Slobodan Miloševići mbi Kosovën? Shpërnguli një kom të tërë. Këtu sot po të shëron vendi më zotëri. Shko nëpër vende, nëpër trojet shqiptare, nëpër fshatrat shqiptare, nëpër krajinat shqiptare, janë larguar njerëzit më zotëri. Dhe ky na nxjerr dhe idenë tjetër që do të konfiskojë të gjitha pasuritë që janë tani kur. Kush e ti më zotëri? Pasuria. Ti shkel Konventi Evropian e Drejtave të Njeriut mbi pasurinë. Ti shkel kushtetutën e vendit. Si u marr pasuria me forcë? Pra, më kupton? Pra, do të thotë që unë nuk e di se kush ja servir kryeministit këto. Po, kush rrezikon nga kjo e sekuestrimit pasurisë? Se njëri nga bashkëbiseduesit të gjithë qytetarët rrezikojnë zotëri, të gjithë qytetarët rrezikojnë. Pse duhet të marrësh pronë Erdoganit në Turqi? Shiko pak, juve keni sot rastin e Greqisë që ka prezën popullsinë çame. Nuk është jetësuar as i pronë. Përse? Po sekuestro preventive. Po nuk është jetësuar më zotëri, pa jam dakord. Jam dakord, ai ka ligjin e luftës, qëllimisht e ka bërë që të mos të hyjnë, domethënë qemrit atje, mos hyjë popullsia shqiptare, se do kërkoj të drejta, do kërkoj drejtat e shkollës, do kërkoj të drejtën e gjuhës, do kërkoj e të tjera, do kërkoj të njihet si minoritet. Pra, ndërsa ti thua që unë thua do të sekuestroj dhe konfiskoj pasurinë e kaloj shtetit. Kush e ti do marrësh pasurinë e shtetit të shtetësve qytetar? Pra, më kupton, këtu duhet përqendrohet kryeministri. Jo të përqendrohet tek personazhe. Unë nuk po them se s'ka personazhe, mund të ketë personazhe të infiltruar, mund të ketë personazhe të inkriminuar, unë nuk i paragjykoj, por sa kam parë, sepse dhe unë kam bajtur në protestë aty vinë qytetarë të ndryshëm, sepse atje s'vjen vetëm një grup personazh. Atje ka vajtë qindra mijëra persona. Një pjesë janë sot, një pjesë janë nesër, më kupton? Aty shikojnë qytetarë të ndryshëm nga me gjitha bindje politike, në fund të ditës zëri qytetarëve zotin duhet dëgjuar. Ata kërkojnë të drejtat e tyre, ata nuk kërkojnë që t'i vënë kryeministri të zënë vendin atje. Jo. Ata thonë duam transparent, duam këtë. Dhe pse nuk jeni transparent ju? Se në fund të ditës nga këto votat e qytetarëve ka vajtur aty ky lider i madh. Tiranët e këtij vendi që kanë marrë në qafë, që nga Elve Hoxha i pari, e sklavroi kombin, i masakroi familjet më fisnike, i denigroi deri në atë sa që i bëri si gogol. Pra gjithë familjet fisnike, gjithë ata adeptarë që kanë ndertur gjak, gjithë firmëtarët e pavarësisë, gjithë pinjonët e tyre, pasancët e tyre, atë bëri Sali Berisha në 96-ën, ku qarkullonin njerëzit
në Vlorë 300 veta thoshte i ndjeri Pjetër Arbënori, 300 veta bëjnë xhiro thoshte Sheshi Flamurit, skel dhe kthim. Atë po bën dhe ky, pra më kupton, pra ne nuk jemi vizionar, ne nuk jemi shtetar zotëri, ta shikojmë që qoftë një qytetar të ankohet, ne do ta dëgjojmë. Jo qindra mira qytetarë. Dhe nuk mund të abuzohet deri në këtë pikë. Pra, sepse shkojën veri pasi masakroi të gjitha, i hapi dhe luftë Zotit në fund. Nuk mjaftoi me masakrimin e sklavërimit në një kombi të tërë, po i hapi dhe luftë Zotit. Pra, prishi kisha, xhamiet, te qemë, thashë vrau klerikë e tjera, identik dhe Sali Berisha 96 nuk jepte dorëheqje, Katandisi e çoi vendin luftë civile me shumë të vrarë e tjerë, edhe ky po thuaj po ikën në të njëjtën linjë, sepse ne zotëri memorinë kemi të shkurtër, zotëri duhet bëj një analizë të gjithë historisë. Por do të kuptosh një gjë e nderuar. Ashtu ishte dhe General Piacetini kur i vajti ultimatumi nga 4000 burra në Beun të Vlorës. Që u firmos ultimatumi nga Komiteti i Mbrojtjes Kombëtare. Edhe hodhi dhe me përçmim tha një grup brigandash sa grisi do t'u shtyptha me topa dhe me tanke e të tjerë. Por ata 4000 burra me dy feqe. E hodhin poshtë. Po sot jemi në kohë të tjera. Ata djemtë e nëna, ata policia e shtetit aty janë bitë shqiptarë ata. Ta s'ka ndërmend të vrasin njerëzit. Se është e freskët 20 janari. Pra, sot duhet i thras mendje se kushdo politikan qoftë, nuk më intereson ky apo ai, apo mua më intereson interesat kombëtare. Mua nuk më intereson fare se kush është, për mua le të jetë kush të doj. Ka rëndësi bolti ti bëj mirë vendit tim, nëse i bën mirë vendit tim, edhe unë kam votuar këtë kryeministër që sot. Kur ka qenë momenti kam votuar për disa me mendimin se do të bënte gjëra pozitive. Por nuk e mendoja që ky do të kthehej në Tiranë dhe do të shpërfinte kombin e tij. Pra, mua vjen keq kjo situatë që ne jemi fatkeq, nuk vendosim njerëz vërtet vizionar, burr shtetas, ata që kanë, ata që i dhimbet kombi dhe ata që nuk cënojnë asnjë qindar. Le tot kryeministri sot, pse duhet merret me një familje Kulluri që është për mua është një familje shumë e nderuar në edukativ. Edhe pastaj tek Po, okay, dakor. Zoti Baza ju thatë që keni qenë protestë. Edhe kjo jo kam qenë kështu, kam kaluar, jo në protestë në kuptimin. Po jeni gati që të kontriboni edhe më tej në formimin e këtyre institucioneve të reja që protesta ka gati platformën për ta ngritur së pari dhe së dyti të platformë ju si e shikoni, sepse ka disa që mendojnë që kjo platformë për themelimin e një kuvendi popullor aty, një qeverie popullore e të tjera, e rrezon rendin kushtetues. Tani më mirë se mua nuk mund të jap përgjigjen asnjëri nga gjithë që mund të flas për këtë pjesë. Dëgjoj nderuar, kjo do parë me shumë detaje sepse kjo nuk mund të jap një përgjigje verbale tani përpara televizionit. Kjo do parë me shumë detaje, por nëse nuk cënohet kushtetuta dhe ligjet e vendit, unë mendoj se komiteti ky mund të kam bërë dhe një shkrim, një statut, Komiteti i Mbrojtjes Kombëtare, për shembull. Në momentet caktuara zotëri që i zoti shtëpisë në Thojza ka dalë nga binare. Çfarë do bëhet? Po ta se ka zot ky vend. Ky s'është pa zot. Qofse ti nuk je i zotit ta menaxhosh, ka të tjerë që i dalën për zot zotëri. Ajo mund të jetë një qeveri paralele në hije, në Thojza, mund të jetë pra më zhvumeti një kombi më zotëri, sepse nuk lëm ta bësh përshesht të vend. Qofse ti si e zotëri ka dhe burra këtu që i dalin për zot vendit. Ka dhe Avrilu Semre, ka dhe burre, ka dhe të tjera, ka dhe ata që i rrin pas aty, që mund të bëjnë një rol në Avrilu Semrit. Pra, ata roje që e rrethojnë ata. Pra, sepse ti nuk mund të abuzosh me një shtet të me një kom të tërë. Se në fundit jeta ime, i nderuar, unë ta kam thënë dhe herë tjetër, jeta ime nuk vlen asnjë gjë për para këtij kombi. Po them prape, 1 miliard herë më pyesësh 1 miliard herë do të them. Jeta ime para këtij kombi nuk vlen asgjë. Interesat kombëtare zotëria mbi gjithçka. Nëse këtë nuk e lë mafia, nëse këtë nuk e lën interesat, në këtë gjithmonë e marrim në mënyrë hipotetike. Nëse këtë nuk e lën oligarkët e të tjerë, ta mendojnë mirë se atë fund ka. Tiranët ka një fund zotëri. Gjithmonë tiranët janë rrëzuar me gjak. Po pse duhet të rrëzohesh me gjak? Pse duhet të rrëzohesh me gjak? Një vizionar, një pushtetar, në fund të ditës ky komb, po minjoje për këtë komb, a do të tregosh pak?
Sepse po unë që jam sot kritik për këtë si për çdo qeveri, edhe për Sali Berishën që kam qenë. Unë që jam kritik, unë po them vetë që kam votuar zotëri. Unë jam i djathtë, unë jam një familje që e kam ndier peshën e komunizmit që 6 vjeç. Që 5 madje, jo 6 vjeç. Dhe jam i djathtë, po këtia kam dhe votën për së vërtetës. Sepse s'kam se unë jam, mua kam parë të ky disa programe që vetëm, do të them sot, më vjen, do të them mallkoj veten që kam dhe votën. Po në atë kohë shumë kam parë disa programe, mendoja se do ishte vërtet vizionare si e tek ky. Pas pasaj kulmin që ju ndërpreu i Vlorës që përsëri për qëllim, për të parë temperamentin e atij vendi, aty pasaj sepse edhe ne kemi linja, kemi informacione, kemi më kupton apo jo, që marrim informacion, kemi për shkak edhe për detyrës. Kështu që kur pas aty që u provokua një qytet si Vlora, një qytet fistik, trima, që janë trima në vendosur, sepse unë ka të dhe tjetër. 500 djemë rëzojnë, 500 djemë nga Vlora këtu rëzojnë, jo 5.000. 500 djemë këtu, ata japi një impuls protestës. Jo t'jem 5.000 veta, se 5.000 veta rëzojnë perandori këtu, po. Flas 500 djemë nga Vlora. E nisi këtë situatë, por propozoi tani prap nga Vlora, po na vjen edhe zgjidhja me kuvendin. Tani, ju lutem thoni si njihni ju këtë djalin nga Dukat. Nuk e, sinqerisht nuk kam asnjë lloj informacioni në lidhje me këtë kuvendin që më thoni juve, po ju them kaq, nëse e ka marr kuvendin Vlora, po them ka fund kjo. Do mbyllet ky kapitull, se durimi ka fund, se në fund ditës je ti zoti, po jam dhe unë zoti. Unë të lë edhe ultimatum. Sepse kush je ti që do abuzosh? Ti si e perandor këtu, e do t'i shtypësh njerëzit. Ka zot ky vend, edhe ka patur zot ky vend, lind zot, e do dalin zot, historikisht brez pas brezi, ai vend ka lindur djem, dhe ata djem që ka lindur e Vlorë, ata i dalin për zot, historikisht ai uji atje lind djem. Ju thoni edhe sheshi do nxjerr një burr shteti, keni besim? Do dalin burra shteti dhe do t'i dalin, por ky po t'i isha unë në rolin e tij edhe sot, do t'jep dhe drejtë. Duhet të krijote qeveri teknike. Po t'isha unë. Sepse të kesh një parasysh, nuk mund t'i fusësh një shuplak këtij kombit tënd. Harroje këtë pjesë. Po, zoti Vazaj, në momentin që ishte debati i nxehtë për zonën Ballukun, ne atëherë kemi zhvilluar bisedën e parë bashkë, edhe më tha që shiko, siç është situata, nga ajo që unë perceptoj, domethënë nuk është e gjatë dhe këtu do pëlcas. Edhe nga Vlora do shpërthej, edhe me këtë ka bërë gabim madh që në rastin e Ballukut. Po tani ju si mendoni nëse vazhdon kështu, pra rezistenca e qeverisë edhe rezistenca e popullit nga krau tjetër, kush do të çedojë i pari? Zotri, nuk mundet të në përkëmbësh një komb, zotri, harroje. Nuk mundet në përkëmbësh një komb të tërë harroje ta në përkëmbësh. Nuk ti je tiran, ti je sa duash, po them edhe një herë, ky vend ka lindur, lind dhe do të lind historikisht burra që i dalin për zot vendit. Ka dhe heronj që nuk e duan vetën zotëri, sot. Sepse gjithë ta burra që po flasin atje, flasin me sinqeritet ata. Nëse i ke parë sa të sinqert janë. Nuk e thon me domethënë si të mund të apo në thonjza të djallëzuar, ta themi më troç fjalën. Por me në kuptime të tjera. E thon, ata thon atë që ndjejnë zotëri. E në momentin thirrja një kombi nga shpirti i tij nuk dëgjohet, kjo do të thotë që ti je kthyer në një Tiranë. Dhe Tiranët kanë një fund. Mirë, po këtu është historia do të thënë është problemi të evitohet gjakderja, sepse unë po shikoj ditë për ditë aty flasin për gjakderje. E kupton, domethënë është një burr shteti eviton gjakderjen. Pafundin aty domethënë protesta mjaft e qetë, popullore. Shumë e qetë, shumë qytetare dhe unë habitem sepse shko për hir të së vërtetës. Është e vërtetë që kanë shtuar ta mbajnë dhe organizatorët, se janë dhe temperaturat e larta dhe në Ballkan dhe për hir të së vërtetës, aty Partia Socialiste ka deputet dinjitos. Unë i njoh një pjesë të tyre, kam shumë respekt sikurse edhe të djathtë, pra më kupton, unë realisht kam qenë gjithmonë kam qenë korrekt, nuk i shikoj fare sepse këta janë s'ka të majtë djathtë, janë gjithë majtë. Po ideja është që ta prezumojmë se janë të djathtat atjerë. Pra, aty ka deputet dinjitos Partia Socialiste. Unë habitem se si mund të dojnë do të këta, se në fundin zotërin, qofse i zoti shtëpisë çmendur, unë do iki zotërin.
do ti po ta lënë të gjithë, po ti heqë dorë ministra, çfarë do bëj? Ai vetëm do në qeveri? Se nuk ndodh kjo? Sepse pikërisht këtu dhe jo pa qëllim Rama tha jemi të bashkuar, nëse e mban mend. Bëjmë çfarë bëjmë? Pra, të kujtohet ajo skena? Pra, mbyllim gojën. Mirë po. Sepse realisht ata ministra sot, një pjesë të ministra nuk përfaqësojnë popullin shqiptar, nuk përfaqësojnë po ta kanë gëtitur në një lugçor ndonjëri dhe mban peng kjo. Po pikërisht prandaj po them, por nëse zotëri, Partia Socialiste ka shumë deputet dinjitos, ka dhe familja shumë të mira që unë i njoh një pjesë për ta, kam respekt le të jenë të majt. Unë nuk i shikoj fare në atë aspekt. Ka deputet dinjitos për të cilët unë ruaj shumë konsiderata, janë dhe familje të shkëlqyera. Dhe po të them se nuk dua të përmend emra konkret, se nuk do isha as pak etike, por këta deputet zotëri i dalin oponencë sot. Nëse këta deputet sot i dalin oponencë apo i japin dorëheqje zotëri, ata do të votojnë nëse 10 fishin e votave që marrin. Pra, ju thoni që protesta vetë ndoshta e do dhe një ndihmë nga brenda PS-s për të arritur qëllimin. Patjetër duhet të ketë në thonjë një revolt nga brenda, sepse nëse ti zotëri nuk dëgjon askënd, po janë miliona shqiptarë dalë aty, sepse s'janë ata të njëjta fytyra. Nuk mund të akuzohet me këtë se do të quhet protesta, absolutisht. Aty janë miliona shqiptarë dalë. Ata sot janë tepër të indinjuar, sepse ti nuk po dëgjon thirrjet e qytetarëve. Unë se do isha kryeministri i vendit dhe një qytetar të ishte një i vetëm, do ta dëgjoja do ta thirrje, do ta dëgjoja. Një qytetar i vetëm ishte. Jo mira dhe qindra mira qytetarë, jo diaspora. Zoti pasaj, po me që dolëm te diaspora, mendoni që mund ndodh diçka më tepër në 4 korrik? Pra, do jetë akoma presioni nëpërmjet numrave? Unë nuk mund të parashikoj, por aty me qartë, aty unë të thash jo 5.000, 10.000, 100.000, 200.000 sa mbledhen aty, po edhe 500 nga Vlora, thash ti ishte ushtria me tanket e rrethonte do ta pushtonin për atë punë, po. Ideja është që të evitohet kjo gjakderdhje. Një shtetar i Zotit sot që të mbahet mend histori, sepse zotëri, do do mbaroj kjo punë. Ditë janë. Duhet kuptuar që mira apo keq zotëri, nëse ti ke drejtuar mirë shtetin, nesër nuk mund të jesh i arrestuar së pak. Po nëse ti e ke keq menaxhuar shtetin, do marrësh përgjegjësi zotëri. Tani fundi ose do përfundoj siç flasin aty si Gaddafi. Ke dëgjuar se çfarë flasin aty, do kesh fatin e Gaddafit. Pra, më kupton? Pra, o zotëri, dëgjoj këtë popull, mos e shpërfil këtë popull. Nuk e vë në diskutim, thash, ndoshta mund të jetë edhe që mund të jetë agjentura, mund të jetë mafia, mund të jetë interesat, mund të jetë klanet që nuk e lejon të jap dorëheqje, sepse i thon zotëri ke dhe llogarisë, ke përsa. Qoftë gjithmonë hipotetike flas, sepse unë jam prokuror që kam mbledhur prova dhe i them zotëri dalë këtu se ke 1, 2, 3 x akuza. Por unë flas si qytetar duke parë nga lart protestën, pra kjo thirrje e qytetarit zotëri duhet dëgjuar dhe një burgshtetas, një personalitet që të ngjelet në histori, në momentin historike jep një vendim historik për veten e tij. Në radhë të parë, pastaj, domethënë ai vendim historik sjell pasoja pozitive gjithmonë flas i vend po. Çfarë ndodh nëse SPAK-u në këtë moment ndërhyjte për të hequr atë tullën e pushtetit ekonomik? Nuk e ka në çfarë konteksti e keni këtë goditjen e oligarkisë. Shko, SPAK-u ka punë të veta, sepse ata mbledhin prova, ata nuk mund të ecë me të jetin e ritëm me protestën. Shko, SPAK-u s'ka lidhje, SPAK-u ka tjetër punë, mbledh prova, mbledh fakte, kur vjen momenti bën arrestimet e veta, as njofton njëri fare, nëse janë nga shoqëruar me imunitetin e këtyre. Më kupton, ja kërkon këtyre deputetëve që realisht për fat keq, domethënë humbën personalitetin e tyre, sepse thash unë njoh shumë deputet të Partisë Socialiste për cilë kam shumë respekt, kam konsiderata një pjesë e njohur që në fëmijë të vegjël. Për shembull zoti Bido, unë kam shumë respekt si djalë patriot, djalë një familje shumë e mirë. Është gjysmë lab, gjysmë çam, çmci ka është një personalitet i cili unë gëzoj një respekt jashtëzakonshëm. Pra e të tjerë, po s'do ta përmendja në fakt, mëse ishte qoftë edhe këta deputet e Vlorës, pra një pjesë i njoft
Pra, janë familje shumë të mira, përfaqësojnë vërtet, përfaqësojnë drejtësisht dhe nuk e kuptoj se si këta ranë atë grackë dhe nuk pranuan që të hiqej imuniteti. Ajo ngjall një revolt jashtëzakonshme. Sepse qytetarët nuk janë më naiv sot, më mund t'i gjesh, jo po dale kështu, dale kështu, zotëri. Po ti ke marrë qytetari ke arrestuar për 30.000 lekë vjetra. Ai tjetri marri veten në qeli për 30.000 lekë vjetra. Më kupton? Si dyshohesh ti për 100 miliona euro dëm e shtetit, po zotëri nuk po them se është e fajtore. Le të jetë e pafajshme. Argumento për para prokurorisë, para gjykatës, unë jam i pafajshëm 1, 2, 3, 5 gjëra, por pse nuk shkon në dispozicion të SPAK? Unë kam thënë vetë, mua se më thret SPAK-u zotëri, po. Ti ke shkelur ligjet e këtij vendi, unë jam i gati, ose më thret, unë jam gati të paraqitem zotëri. Aty duket, kam thënë edhe një herë tjetër, cilësia e një burri shteti. Po aq nuk ke që ti ke një kontratë morale që ke shumë më të fortë se sa unë sot. Ke një kontratë morale, ti ke marrë votën e qytetarëve zotëri, dhe marrja votës e qytetarëve është një përgjegjësi shumë e madhe. Pra, sepse këta e shikojnë shtetin, është për të hapur keq në fakt, po jo paraardhësi e këtija, po të gjithë kryeministrat e këtij vendi që nga viti 41 dhe tu kanë parë shtetin si plaç tregu dhe bëjnë çfarë të duan mbi popull. I kanë numra si punë Piacentini, tha një grom brigade, me shpërfillje, mori e Gilesi, do t'u shtyp me topë me tanke. Mirë, po ky populli është qatë e mu të është fuqi baruti, më zotëri. Po imagjinoje, thash, 500 djem janë 500 fuqi baruti këtu, zotëri. Sepse unë e njof popullin e Vlorës. E njof mirë, jo e njof, po e njof mirë. Pra, ju thoni, ajo që e nisi duhet ta bëtis. Po, pse nga e diti që sot abitis. Kështu që... Duhet të nga SBA-ja këtu, nga aleatët, nga se Bashkimi Evropian që konglomerati madh, ata janë rrëmujtë partnerët, ata respektojnë institucionet, ata respektojnë vullnetin e popullit, ata e di shumë mirë se mban mesazhi pas zgjedhjeve parlamentare, sa ne jemi me popullin e Shqipërisë. Më kupton, ata janë ta punojnë mesazhe, nuk janë si puna jonë, më kupton? Ne duam drejt më zotëri, unë kam thënë, ne duam me shpejtësinë e avionit, nuk kemi nevojë të ikim me qetësinë amerikane, do në kuptimin. Ata, ne kemi nevojë, ky vend ka nevojë për shpejtësinë e avionit, sepse këtu pa abuzohet për ditë për ditë. Ti shkon në një administrat, nuk mbaron dot një punë. Ka kush e ti më zotëri, pse nuk lidh ti kontratat, zotëri. Nëse ti ke shkelur afatet administrative, zotëri, sepse futëm në jurisprudencë tani, nëse ke shkel afatet administrative, zotëri, duhet mbash përgjegjësi. Automatikisht duhet largohesh nga puna dhe duhet mbash përgjegjësi të shpërblesh edhe qytetarin civilisht. Bashkohem. Po këta sjellin burokracira, vetëm burokracira, po pse e bëjnë këtë? Qëllimisht që të mbërzisin njerëz të largohen nga ky vend. Qëllimisht, sepse kjo është politik, nuk është se është kaq e thjeshtë. Jo se kryeministri e di si bëhet më zotëri administrata, me një akt normativ për 24 orë vën fuqi. Një akt normativ, po them, një akt normativ. Nëse sot ti kërkon të bësh vërtet një veprim dinjitoz në mbrojtjen e interesave kombëtare, në mbrojtjen e interesave qytetarëve të cilët paguajnë taksat. Një akt normativ brenda ditës, zotëri. Merr një fuqi ligjore akt normativ dhe pastaj kaloj avash në ligj. Po një akt normativ zotëri 1, 2, 3, 50 pika. Nëse ti si zyrtari një shteti nuk i shërben qytetarit, duhet mbash përgjegjësi penale, të shkarkosh automatikisht nga puna, le pastaj edhe një kontratë. Nëse ti kapesh me korrupsion, pse duhet ta fush në burg për zotëri? Dënoj 100.000 euro. Kapesh me korrupsion, po, 100.000 euro gjop. Ja mban më njeriu të shikoj aty të marrë 100 euro. Po ti të vjen zorë të vesh në një zyrë, sepse nuk me do të shëmbi. Pse sot për këtë kryeministri i vendit, që ka katëdisë të vend kështu. Pra, më kupton, nuk vetet dot në një zyrë, sot përdosh një shërbim. Po thuaj, ku? Procedura, jo i benia, jo o zotëri. Po mua më duhet shërbimi, më zotëri, mua më duhet produkti, s'ka që më duhet mua se çfarë nxjerr ti. Mua më duhet produkti duhet i shpejt. Por një shtet dinjitoz i ka të gjitha mekanizmat. Ka nevojë të bësh dhunë ti arresto, po jo më zotëri arrestoj, futi gjop automatikisht. Nëse X qytetar sot paraqet një kërkesë për një shërbim dhe ky shërbim nuk ju kryer brenda afatit administrativ,
Zyrtari duhet largohet me një nga puna të dëmshmëri qytetari që ka bërë dëmin dhe të largohet dhe të dënohet me gjobë 100.000 euro. Pa bëj kështu. E ti si bëhet me brenda 24 orë. Nuk ka nevojë fare brenda 24 orëve, shpallje publike, sepse sot ke internetin që njerëzit njihen me një herë. Pra ke botën virtuale me një herë njihet. Dhe ta provoj ai zyrtari, do të bëj shërbimin apo s'do bëj. Përse ti në kohën e Zogut, unë kam një vendim fisor të cilën kam këtu. Kohën e Zogut njëri u dënua në atë kohë Trena Polona Flori, vetëm se nuk bëri, domethënë nuk regjistroi një çift i cili ishte kryer martesën dhe nuk regjistroi brenda ditës. Është shumë interesante. Kupton? Pra, brenda afatit ishte ajo, domethënë se ka vite që kam lexuar, kam këtu, e kam sot atë vendim, është shumë interesant, ëh. Të marrim kushtetutën e Zogut na mjafton. Po pra, po, sa thoshin, ai thoshte kushtetuta shqiptare, këta na i ndryshuan këta, kushtetuta e Shqipërisë. Se eri profesor Cacios dha mendimi për kushtetutën. Shërbimi informativ kombëtar, këta na ndryshuan, shërbimi informativ shtetëror. Më kupton tani, këta kanë ndryshuar shumë gjëra, po flas, kupton, që këtu fillon ajo. Sepse këta janë të gjithë shtetërorët, se nuk është problemi vetëm kryeministrit. Kjo është dhimbja një kombi i cili po vuan sot dhe ka arritur kulmi që sot ka shpërthyer, sepse s'është se janë vetëm pasojë e Tiranës. Janë pasojë dhe Sali Berishës, janë pasojë dhe Enver Hoxhës, janë pasojë pra që nga 41 dhe sot ky vend është përfituar zoti. Prandaj kë ka nevojë për burrë shteti dhe jo pa qëllim. Pra, edhe koha e turkut, pak nga historia, pavarësisht se ajo kryen masakra, pavarësisht se ktheu fen me forcë, pavarësisht se bëri shumë veprime, tatonte bënde, por në fund të ditës dhe deputetët ku nxitej nga familje të mira. Dhe sepse 500 vjet imagjino sa breza i bie, dhe detyrat ku jepte nga familje të mira njerëz dinjitoze, nuk u jepte domethënë kriminale, nëse provohet. E kuptovani, pra, e kupton çdo fot i 100 mijëra të rinj në çdo muaj. Pra, kjo protestu ka dhënë një shpresë. Ka dhënë një shpresë që këtu jetohet. Po kjo do burra shteti. Do burra shteti i dali për Zot këtij vendi. Zoti Bazaj, unë të falenderoj shumë se nga situata në Shqipëri, edhe për Shqipërinë e re janë duke pritur sikur e hapën në fillim edhe trojet, ndoshta ndikimin e parë mund ta kishin në Maqedoni, ndoshta edhe më tej, por abuzohet, shikoj nderuar, abuzohet me këtë Shqipërinë e re, sepse këta thonë, do thënë, po jo për Shqipëria komuniste, jo, Shqipëri e re do të thotë që Shqipëri me shqiptar me burra shteti dhe jo Shqipëri me uzurpator, pse jo të katapultuar nga kuzhinat anti-shqiptare. Pse të mos themi këtë tjetër? Janë të katapultuar nga kuzhinat anti-shqiptare për t'i bërë dëm këtij vendi. Jo vetëm thash ky kryeministri, gjithë politika shqiptare është për ta keq. Sepse fakti që ti sot zotëri ke deputet liste, po që këtu mos do të di nga shkelur ligjet e këtij vendi, ti ke shkel kushtetutën e këtij vendi, ti nuk ke vullnetin e një populli zotëri, në atë parlament aty, ti nuk ke vullnetin e një populli. S'ke vullnetin e një populli, sepse vullneti i një populli do të thotë që unë vota ime mos vej dëm. Vota jo vetë dëm. Më çon mua aty njerëz pa personalitet, pe çfarë thash unë për atë bidon për të cilën kam respekt, pavarësisht se bëri një veprim aty nuk e pash, po diçka dëgjova, por zotëri, ka nevojë për patriotë, ka nevojë për ekspert të fushave të ndryshme, dhe jo njerëz autodidakt të paaft, s'din të flasin në parlament. Por zotëri, unë mos jem orator për të fol fjalë të bukura pompoze, por unë jam ekspert i fushës, zotëri. Nëse ti do më japësh një ligj mua, unë kam të drejtë kodin e procedurës penale, kodin penal, kodin civil, kodin procedurës administrative, e të tjerë, kam të drejtë të jap nen për nen të jap mendime më të pjekura sot për shkak të profesionit tim, për shkak të karrierës time profesionale. Pra më kupton? Por ne i mbushim me autodidakt parlamentin, me njerëz të paaft, njerëz ushtar dhe ata janë të përbetuar pas liderit madh, pas liderëve botror, e kupton apo jo? Dhe kemi këto pasojë sot. Po e mbylli me idenë tuaj që kjo platformë qytetare mirë se kthehet në kombëtare dhe rrënjët jenë të lidhura, mos shikohet vetëm si një protestë e Tiranës. Zoti Bazaj, unë të falenderoj shumë për bisedën. I nderuar, unë përshëndes edhe pse nuk i njoh personalisht, unë shikoj disa persona aty, për të cilët sepse thash, unë nuk është se i njoh tërë këta shqiptar këtu, po ata që janë nga Vlora aty, ata përfaqësojnë disa familje shumë të mira.
unë Labrin e njoh, sepse kam qenë pjesë e saj, kam jo pak, po 2 dekada e ca. Labrin e njoh, ata përfaqësojnë disa familje shumë fisnike dhe mua mbet shumë qefi dhe unë kam besim se ata janë shumë të sinqertë. Nuk më mbushet mendja se janë të infiltruar, janë agentura, në këtë pra, më thonë, ata përfaqësojnë disa familje shumë fisnike. Shumë fisnike dhe unë i njoh dhe jam krenar dhe shikoj dritë shprese shumë të fortë tek ata djem dhe vajza që sepse kam marrë vesh, më kupton kush janë, çfarë përfaqësojnë, më kupton. Dhe për këtë po t'jap garanci të plot që janë disa aktivistë aty që përfaqësojnë janë familje dinjitose. Dhe për këtë i përshëndes. Unë besoj për këtë sepse kuvendin e parë keni themeluar vet ju me shoqatën Labria, kështu që e njihni mirë atë brumë atje, edhe produkt. Jo, kuvendi Labria ka bërë shumë kuvende, por po, jo, e mora me idenë e kuvendit duke qenë se po kërkohet këtu. Edhe ju keni kuvenduar atje. Kjo historia e kuvendit është tjetër gjë. Kjo më kthem pas në 1920-ën, kur formua Komiteti i Mbrojtjes Kombëtare. Se ka qenë historia, nëse mban mend, Sulejman Delvina tjerë shkuan në Lepenisë së Vlorës dhe aty u krijua një histori e gjatë që do t'i lini dhe ultimatum General Plashetiti, pasaj në Beun, sepse aty ishin forcat italiane në Vlorë, në Kot, në Dashovic, në Babit, në Kanin, e të tjerë, dhe ishin instaluar forcat italiane dhe këta u mblodhën në kuvend, do të thënë në Beun të Vlorës, në krahinën e Sevasterit, nga jam Dianas 5 kilometra vjerore nga fshati. Dhe ajo më kujton Komitetin e Mbrojtjes Kombëtare në atë kohë që ishin burrat me peshë të gjitha krahinave. Dhe shumë interesante në fakt, sepse unë kam bërë dhe një libër për këtë luftë, për këtë historikun e fshatit, por realisht e kam përmendur këtë moment të luftën e Vlorës, ku i madhi Ali Aslani ka folur shumë në atë kohë, edhe i madhi Ali Aslani arriti vdiq, ai patriot i madh, ai adetar i madh, vdiq dhe pa bukë në fund. E kupton ku ka ta disë ta. Pra, dua të them, dhe çfarë ndodhi? Ata, midis të tjerave, ata ishin dhe besimtarë të mëdhenj. Dhe shumë interesante, paktën nga historitë, do të thënë të trashëguara në breza, që nga lufta e 20-22, shumë interesante, kanë shkuar në mos gabofsha në Gorrish të Vlorës dhe kanë pyetur një shenjtore, si quhej, shumë interesante kjo, pides po e them live, dhe i thanë, duam të mundim Italinë. Ajo u habit për momentin e parë, thatë, këto në Italia ishte 21 milion banor. Do vini nesër dhe shikojnë, pra nesër do të kthejnë përgjigje. Pasi kanë shkuar, se Shqipëria ka pas fat edhe nga Zoti. Tha, me gjak po do mundet. Pra shumë interesante, me gjak po do mundet. Unë kam dokumenta këtu që sot, se thash kam bërë një libër për të punë, me gjak po do mundet. Por unë urojt mos derdhet gjak, mos të nohen as me një gjëm, as një birë shqiptari, sepse është gjaku i këtij vendi. Dhe më vjen keq, as një gjak shqiptari, as një centore, as një fije floku mos i preket tyre. Uroj dhe lut Zotin që të mos preket as një birë i këtij vendi. Le të jetë i kujt do bindje politike. Edhe kryeministri nuk dua të ketë fatin. Edhe pse ndoshta po kthehet në Tiranë, siç po flitet, por edhe unë nuk dua as kryeministri i këtij vendi të cënohet. Po nëse është burg shtet, as duhet i thrasë mendje zotëri. Ore zotëri, janë mira qytetari po dalin, no zotëri. Unë thash edhe një herë, se unë do isha kryeministri i vendit, do zbrisja direkt nga makina, do veja direkt mund turma. Direkt mund turm. Unë se do isha kryeministri i vendit. Turm. Ata aty do vlerësohej në maksimum. Çfarë doni juve po, direkt tani. Aty do vlerësohej. Ta thash që në fillim që një nga votuesit e tij kam qenë dhe unë në momentin e caktuar. Sepse mendoja se do të bënte madje edhe për aeroportin e Vlorës. Shiko çfarë po bëhet me aeroportin e Vlorës, po kush e ti më tallesh me këtë kohë. Ka më shuplak të fortë se çfarë ju bë kësaj Vlore që ka votuar, sepse ajo Vlore ka votuar e ka çuar këtu. Po ajo Vlorë që sepse në momentin që Vlora kupton që ti ja ke me hile
Vlora t'jep shpirtin, Vlora është jo se jam vlonjat, po t'jep shpirtin, Vlora është zëmbër në tavolinë, Vlora. Në momentin që shikoj që ti ja ke me hile, Vlora të shkatëron. Pra, bindu për këtë që ta them. Të shkatëron është një popull që nuk të falë. Ashtu si kurse t'jep shpirtin, nuk të falë se ja ke me hile. Kur ta kuptoj që ke me hile, nuk të falë më. Pra, shko çfarë po bën me raport me Vlorën, do të kishte filluar fluturimin. Kam kupton duke talje, jo talje, po talje hapur. Që detyrimisht do ketë pasoja. Po uroj që të mos ketë pasoja, uroj që ti as mendje, uroj shumë deputet dhe lut shumë deputet të Partisë Socialiste për cilën kam shumë respekt. Personalitete plot aty, nuk dua të përmendem, thash ka shumë personalitete. Në fund ditës zotëri përpara interesa kombëtare për mua çfarë më vlen një rrog deputeti. Kupton, mua para interesa kombëtare zotëri mua më intereson vendi në radhë parë. Kështu i nderuar që uroj Zoti e bëft mirë. Amin edhe uroj që dëgjohen dhe këto thirrje të forta dhe të drejta tuaja. Të jam i njohës shumë për kohë dhe mendime që ju ndat me publikun ton Zoti Bazaj, edhe nga bisedat e kaluara, nga më lejoni që t'u shpreh dhe mirënjohjen e komentuesve, të shumë që kanë reaguar në mbështetje të fjalëve tuaja, që i cilësojnë të drejta dhe analizë të saktë të situatës aktuale, që urojmë që të marrë një zgjidhje sikur e thatë dhe ju pa gjakderdhje. Pa gjakderdhje, sepse ndoshta këta duan ta shohin protestën se do të shkruajnë emisionin, ndoshta duan ta shohin protestën. Kjo protestë nuk ka të dyshuar. Kjo protestë nuk ka të dyshuar. Pak. Ashtu zgjati dhe në Vlorë, 3 muaj. 3 muaj. Me cejake. Pastaj kur plasi atëre pan këta se çfarë bëhet, sepse po shikoj se sa njerëz që drejnë aty, po sa mira njerëz, qindra mira njerëz janë pas këtyre njerëzve që janë aty. Që s'kam kohë, edhe unë s'kam kohë vetë. S'kam kohë zotë se s'vle punë. Pra më kupton? Po administrata që janë kthyer në ushtar, po pse nuk e ndjen, ka plot administrata, ka plot njerëz me dignitet. Ka shumë njerëz me dignitet, si janë gjithë patronazhistë. Ka njerëz me dignitet që nga e keqja s'kan çfarë bëjnë, heshtin. Ka shumë, ka profesor, ka doktor, ka mjek, ka mëse, ka ekonomist, ka jurist, ka avokat, ka gjyqtar, ka prokuror, unë i njoh të gjithë. Do të paktën pjesën time të prokurorisë njoh ka personalitete plot që janë kundër qëndrimit të këtij kryeministri sot. Po s'ka çfarë bëjnë sepse për shkak të punës, për shkak të statusit e tjerë, kupton? Ashtu sikurse dhe unë për vite të tëra për 4 vjet ky i shitur i Artuçani me godisë dhe unë s'kisha çfarë bëja. Po pse si isha i Zotit përgjigja unë do të them. Unë isha i Zotit, jo i Zotit, por ai sa mendon sa i Zotit kam qenë unë për të përgjigjur. Pra, por për shkak të statusit heshti. Kështu i dashur. Të falenderoj shumë Zoti Bazaj. Urime në punën tuaj fisnike, sepse ju sensibilizoni vendin dhe uroj që Shqipëria u bëft më mira, uroj që bekot Zoti këtë vend. Faleminderit. Faleminderit dhe ju për fjalët dhe kontributin. Respekt.